Horoskopi ditor, 11 prill. Sinjale që mund të mos jenë rastësi. Ka ditë kur gjithçka duket e zakonshme dhe ka ditë kur disa momente të vogla mund të kenë një kuptim më të madh nga sa duket në fillim. Astrologjia sugjeron se 11 prilli mund të jetë një nga ato ditë ku disa sinjale, biseda apo situata të papritura mund të ndikojnë në mënyrën se si zhvillohet dita. Ndonjëherë një detaj i vogël mund të bëjë të reflektosh ndryshe për një situatë që ke në mendje prej kohësh. Kjo është një ditë ku intuita dhe vëmendja ndaj detajeve mund të bëjnë diferencën. Nëse je i hapur ndaj asaj që ndodh përreth dhe nuk e injoron një moment që të bën të mendosh, mund të kuptosh se disa gjëra nuk janë rastësi. Dashi. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të reagosh më shpejt ndaj situatave që kërkojnë vendime. Një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh se disa gjëra kërkojnë më shumë analizë përpara se të veprosh. Një situatë e papritur mund të bëjë të shohësh një plan nga një perspektivë tjetër. Në aspektin personal, një bisedë mund të krijojë më shumë qartësi në një marrëdhënie. Në punë ose në projekte personale, një ide e vogël mund të ketë më shumë potencial nga sa duket. Nëse i kushton vëmendje detajeve dhe nuk nxitohesh në reagime, mund të kuptosh se disa sinjale gjatë kësaj dite mund të ndikojnë në drejtimin që merr. Demi. Kjo ditë mund të sjellë një moment ku stabiliteti dhe siguria bëhen më të rëndësishme. Një situatë që lidhet me financat ose me përgjegjësitë e përditshme mund të kërkojë një vendim të menduar mirë. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të analizuar prioritetet dhe për të parë nëse drejtimi që ke zgjedhur është ai që dëshiron. Një bisedë e qetë mund të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë që ka qenë e paqartë. Nëse vepron me qetësi dhe reflektim, mund të ndjesh më shumë siguri në zgjedhjet që bën dhe në mënyrën se si e menaxhon ditën. Binjakët. Komunikimi mund të luajë rol të rëndësishëm gjatë kësaj dite. Një bisedë ose një mesazh i papritur mund të bëjë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër. Energjia e kësaj periudhe favorizon idetë e reja dhe reflektimin mbi informacionin që merr. Një sugjerim nga një person që të njeh mirë mund të japë një ide që lidhet me një plan që ke në mendje. Nëse je i hapur ndaj komunikimit dhe nuk e injoron këtë moment, mund të kuptosh se disa sinjale mund të kenë më shumë rëndësi nga sa dukeshin në fillim. Daforia. Ndjeshmëria dhe intuita mund të jenë më të forta gjatë kësaj dite. Një situatë që lidhet me një person të afërt mund të bëjë të reflektosh për mënyrën se si po i shikon disa marrëdhënie. Energjia astrologjike sugjeron se një bisedë e sinqertë mund të krijojë më shumë qartësi në një situatë që ka qenë e paqartë. Një moment reflektimi mund të ndihmojë për të kuptuar më mirë ndjenjat dhe prioritetet personale. Nëse i kushton vëmendje intuitës dhe nuk nxitohesh në reagime, mund të kuptosh se disa situata gjatë kësaj dite kanë një kuptim më të thellë. Luani. Ambicia dhe dëshira për të bërë progres mund të jenë më të forta gjatë kësaj dite. Një situatë që lidhet me një projekt personal ose profesional mund të bëjë të mendosh për një strategji të re. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të analizuar mundësitë dhe për të parë se cili drejtim është më i përshtatshëm. Një ide ose një sugjerim mund të ndihmojë të kuptosh një perspektivë që nuk e kishe menduar më parë. Nëse vepron me qartësi dhe besim, mund të ndjesh se disa gjëra fillojnë të marrin një drejtim më të qartë. Virgjëresha. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të fokusohesh më shumë tek detajet dhe organizimi i përditshmërisë. Një situatë që duket e vogël në fillim mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra kërkojnë më shumë vëmendje nga sa kishe menduar. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar disa plane dhe për të bërë rregullime të vogla që mund të sjellin përmirësim. Një bisedë me një person që të njeh mirë mund të ndihmojë të shohësh një zgjidhje më praktike. Nëse nuk nxitohesh dhe i kushton rëndësi detajeve, mund të kuptosh se disa sinjale gjatë kësaj dite mund të ndihmojnë të organizosh më mirë hapat që vijnë. Peshorja. Kjo ditë mund të vendosë përballë një momenti ku balanca dhe qartësia në marrëdhënie bëhen më të rëndësishme. Një situatë që lidhet me një person të afërt mund të kërkojë një qasje më të qetë dhe më të menduar. Energjia astrologjike sugjeron se një bisedë e hapur mund të ndihmojë për të sqaruar disa gjëra që kanë qenë të paqarta.
Një moment reflektimi mund të bëjë të kuptosh se cilat janë prioritetet e tua. Nëse ruan qetësinë dhe nuk nxitohesh në reagime, mund të arrish një ekuilibër më të mirë në mënyrën se si e përjeton këtë ditë. Akrepi. Intuita mund të jetë më e fortë gjatë kësaj dite dhe mund të ndihmojë të kuptosh disa situata më thellë. Një moment reflektimi mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra kërkojnë më shumë qartësi përpara se të marrësh një vendim. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar disa plane që lidhen me të ardhmen. Një informacion ose një bisedë e papritur mund të të japë një perspektivë që nuk e kishe konsideruar më parë. Nëse i beson intuitës dhe analizës së qetë, mund të kuptosh se disa sinjale gjatë kësaj dite mund të kenë një kuptim më të thellë. Shigjetari. Energjia e kësaj dite mund të sjellë dëshirën për të parë përpara dhe për të menduar për mundësi të reja. Një situatë që lidhet me një plan ose një ide personale mund të të bëjë të reflektosh për drejtimin që dëshiron të marrësh. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të qenë i hapur ndaj ideve dhe eksperiencave të reja. Një bisedë mund të të japë një këndvështrim të ri për një situatë që ka qenë e paqartë. Nëse vepron me optimizëm dhe reflektim, mund të kuptosh se disa sinjale gjatë kësaj dite mund të ndikojnë në mënyrën se si zhvillohet ajo. Britsjapi. Kjo ditë mund të sjellë një fokus më të madh tek përgjegjësitë dhe mënyra se si po menaxhon kohën dhe energjinë tënde. Një situatë që lidhet me punën ose me një projekt personal mund të kërkojë një vendim të menduar mirë. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të analizuar strategjitë dhe për të bërë rregullime të vogla. Një këshill nga një person me përvojë mund të të ndihmojë të kuptosh një detaj që mund të bëjë diferencën. Nëse vepron me disiplinë dhe qartësi, mund të ndërtosh një drejtim më të qëndrueshëm për planet e tua. Ujori. Ide të reja dhe perspektiva të ndryshme mund të shfaqen gjatë kësaj dite. Një situatë e papritur mund të të bëjë të mendosh për një mënyrë tjetër për të arritur një qëllim që ke në mendje. Astrologjia sugjeron se kreativiteti dhe reflektimi mund të të ndihmojnë të shohësh mundësi që më parë nuk i kishe vënë re. Një bisedë ose një sugjerim i papritur mund të të japë një ide të vlefshme. Nëse i kushton vëmendje këtyre momenteve, mund të kuptosh se disa sinjale gjatë kësaj dite mund të ndikojnë në mënyrën se si zhvillohen planet e tua. Peshqit. Energjia e kësaj dite mund të të bëjë më të ndjeshëm ndaj intuitës dhe ndjenjave që të udhëheqin në vendime. Një situatë që lidhet me një person të afërt ose me një plan personal mund të kërkojë më shumë reflektim. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar zërin e brendshëm dhe për të mos marrë vendime të nxitura. Një moment qetësie mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë drejtimin që dëshiron të marrësh. Nëse i beson intuitës dhe analizës së qetë, mund të kuptosh se disa sinjale gjatë kësaj dite mund të kenë një ndikim më të madh nga sa dukeshin në fillim. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën sinjal nëse mendon se kjo ditë mund të të sjellë një moment të rëndësishëm për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.